Në shkrimi 4 marrëveshjeve të fundit mes Kosovës dhe Serbisë ka ngjallur polemika të mëdha në Kosovë. Zëri i Amerikës ndërkohë bisedoi me dy analistë që ndjekin nga afër zhvillimet në Ballkan për të marrë mendimin e tyre mbi marrëveshjet. Ndonse ato shihen në përgjithësi si një hap i madh përpara, fakti që Bashkësia e Komunave Serbe është krijuar thjesht në baza etnike është problematik. Kolegu Festim Gashi sjell hollësinë. Marrëveshja me Serbisë dhe Kosovës për krijimin e Bashkësisë së Komunave Serbe ishte një lëvizje e pritur, thot analisti i Fondit Marshall Ivan Vejvoda. Ai thot se nënshkrimi i 4 marrëveshjeve të fundit është një përparim drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. The forward movement on the normalization between Belgrade and Pristina, Serbia and Kosovo. Mendoj se lëvizja drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit është shumë pozitive dhe është përshëndetur nga komuniteti ndërkombëtar. Mendoj se dy kryeministrat, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, hynë në këto negociata me synimin për të arritur përparim në një numër çështjesh, sidomos në krijimin e Bashkësisë së Komunave Serbe. Pra, unë mendoj se kjo pritej të ndodhte. I think this is what was expected. We knew that this was coming. Ndërsa profesori i Universitetit Johns Hopkins, Daniel Server, thot se problemi me marrëveshjen për krijimin e Bashkësisë së Komunave Serbe është se ajo parashikon krijimin e një bashkësie komunash në baza etnike. The problem is that this association is defined ethnically. Problemi është se Bashkësia e Komunave Serbe është përkufizuar në baza etnike. Unë mendoj se kjo është për të ardhur keq dhe unë nuk do ta preferoja që kjo të ndodhte. Por zoti Server thot se krijimi i Bashkësisë së Komunave Serbe është parashikuar në planin e Ahtisarit dhe zbatimi i marrëveshjes së fundit për krijimin e kësaj bashkësie komunash do të realizohet. But it's in the Ahtisaari plan and the Kosovars are obligated to implement the. Kjo është në planin Ahtisari. Kosovarët janë të detyruar ta zbatojnë planin Ahtisari dhe ata do të kenë mundësinë ta rregullojnë atë përmes sistemit të tyre ligjor. Sipas mendimit tim, kjo nuk ishte mënyra më e mirë, por ajo mund, duhet dhe do të bëhet. It has to be done and it will be done. Ndërsa analisti Vejvoda thot se në fund marrëveshja për Bashkësinë e Komunave Serbe do të zbatohet pasi Kosova dhe Serbia duan të përparojnë në përpjekjet e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian. Obviously, it is hard to say. It's early days to say how the implementation will be going. Është vështirë të parashikohet se si do të shkojë procesi i zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Jam i sigurt se ashtu si me marrëveshjet e mëparshme, edhe zbatimi i kësaj marrëveshjeje do të ndeshet me vështirësi. Por në fund kjo marrëveshje do të zbatohet sepse të dyja palët duan të bëjnë përparim në hapat drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Because both want to join the European Union. Muajin e kaluar Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshje mbi 4 fusha: energjinë, telekomunikacionin, Bashkësinë e Komunave Serbe dhe lirinë e lëvizjes në urën e Mitrovicës. Sipas analistëve, nënshkrimi i këtyre marrëveshjeve është një përparim drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe do t'i ndihmojë ato drejt synimit për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Festim Gashi,